Në rast të parë ju faleminderit për intervistën. Kjo është një nga pikat më kryesore aktualisht në ditët e sotme, ku pothuajse gjithë Shqipëria e shikon këtë rritje të numrit të divorceve në Republikën e Shqipërisë. Shkaqet kryesore të divorcit janë: e para është gjendja ekonomike. Duke cituar gjendjen ekonomike, dua të them që vështirësitë më të mëdha në një çift kur nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme për të përballuar jetesën, për të dalë në fund të muajit, çon detyrimisht në përplasje të çifteve, ku nuk arrin dot të kalojnë muajin, dhe kjo sjell edhe mosmarrëveshje ndërmjet tyre, si edhe zënka ndërmjet tyre. Një shkak tjetër, po ashtu, është edhe tradhtia bashkëshortore. Duhet të themi që tradhtia bashkëshortore është rritur në masë, sidomos vitet e fundit. Shkaku i kësaj mendoj se janë rrjetet sociale, ku rrjetet sociale janë bërë një keqe domosdoshme në ditët e sotshme. Sa të mira ka, po ashtu vijnë edhe pasojat prej saj. Shkak tjetër është edhe dhuna në familje. Dhuna në familje duat ju them që lidhet ngushtë edhe me anën ekonomike të çifteve të sotme. Sepse nga ana ekonomike, nga mospasja, lindin debatet. Debatet degenerojnë me dhunë. Njerëzit nga mospasja fillojnë edhe drejtohen drejt alkoolit apo drejt lëndëve narkotike. Kjo sjell edhe pasojat e tjera, ku shpesh këto nga alkooli si edhe nga lëndet narkotike degenerojnë në dhunë. Këto janë pra tre shkaqet kryesore që aktualisht ndodhemi përpara divorceve në Shqipëri. Dua të them në Shqipëri sepse është në një masë të gjerë, numri i divorceve është në rritje në të tërë Republikën e Shqipërisë, jo vetëm në qarkun e Fierit, ku operoj më së shumti. Si shikoni bashkëjetesën apo problematikat që u vijnë tek ju si avokate në moshat e adoleshencës, ku krijojnë lidhje midis njëri tjetrit dhe pastaj përplasen drejtësisë? Në moshën e adoleshencës janë të ndaluar martesat, vetëm në disa specifika të rastet, në qoftë se femra ngel shtatzan para moshës 18 vjeç, është e detyruar të lidhë martesë. E lejon ligji që të lidhë martesë pa mbushur moshën 18 vjeç. Pra në adoleshencë kemi shumë të rralla pjesën e martesës. Por dua të them që kanë ardhur të rinj, diku te 19-20 vjeç, dhe problematikat janë të njëjtat. Gjenden para faktit që nuk i përballojnë dot jetesën vetëm. Gjenden para faktit të tradhtive, sepse një i ri është më i predispozuar, në thonjza, të tradhtoj vetë edhe nga mosha, si nga ana e mashkullit, ashtu edhe nga ana e femrës. Pra nuk është një problematik tek të rinjt, unë nuk para e kam hasur si problematik të hapur shumë, që të ketë për masa të gjera.